Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e ujorit. Ujor, java e parë e korikut do t'jetë një javë e mbushur me thashe theme, e mbushur me fjalë, me situata të sikletshme, me debate, sidomos rreth datës 4 korik, kur kemi Marsin, planetin e luftës, të agresivitetit, së bashku me Uranin, planetin që shumë i rëndësishëm, sepse është planeti që ju udhëheq në binjak. Dhe kjo do të sjellë situata konfliktuale, do të sjellë situata për ju ujor ku mund t'ju duket sikur ju bën një padrejtësi, sikur njerëzit ju paragjykojnë pa ju njohur, ju shohin së jashtëmi dhe nuk e din të vërtetën tuaj, nuk i din problemet që ju keni, nuk i din sfidat që ju keni, nuk i din historikun e jetës tuaj, vetëm ju kritikojnë ose vetëm ju gjykojnë ose vetëm japin mendimet të tyre bazuar nga eksperiencat e tyre personale, jo nga realiteti i situatës në të cilën ju ndodheni. Do të keni shpesh momente të tilla, momente të vështira, momente të sikletshme, momente ku edhe ju vetë mund të rebeloheni, mund të kundërshtoni, mund të thoni diçka më shumë, mund t'ju duket e pa drejt situata. Megjithatë, këto gjykime nga të tjerët, këto kritika, këto vrejtje, do t'ju shërbejnë edhe si një formë për mos t'i dhënë rëndësi, do thoni di çfarë, njerëzit asnjëherë nuk janë të lumtur, njerëzit gjithmonë do të gjejnë vrejtje për gjithçka, do t'i vënë në bisht çdo gjëje, është e kot, për sa kohë që mundohem të bind të tjerët, vetëm sa humbas energjinë time, sepse njerëzit prap do mendojnë atë që duan të mendojnë. Pra në një farë mënyre të parë se sa paragjykues janë njerëzit, jo vetëm ndaj teje, po do ta shikosh edhe në raport me persona të tjerë. Për shembull, mund të jesh në ambiente me shoqëri, me ambiente në punë, dhe do të shikosh se si përgojojnë të tjerët, se si flasin për njerëz të tjerë, do të dëgjosh ta shëteme në lidhje me njerëz të tjerë, dhe kjo do të të bëjë që të mendosh ti për veten tënde, të thuash, wow, këto persona që unë i konsideroj si miq ose si shoqëri, siç po flasim për dikë tjetër me mua, edhe në momentin që ti largohesh, po mund të flasin për ty mbas shpinës tënde, mund të bëjnë ta shëtheme për ty tek persona të tjerë. Dhe kjo do t'ju bëj edhe t'jeni më të kujdesshëm ujor në raport me çfarë thoni, çfarë ndani nga vetja juaj, pra gjëra që janë personale, gjëra që janë private, çfarë ndani në rrjetet sociale, do jeni shumë më të kujdesshëm duke ditur që fjalët transportohen, duke ditur që njerëzit janë, natyra e njerëzve është e tillë që merren me fjalë, merren me thashëtheme. Sidomos në javën e dytë, gjëra që ty të kanë mërzitur më përpara, gjëra që ty të kanë bërë të ndjesh ndoshta vetëm në momente caktuara, sepse shikoj një mërzi, një ngarkesë emocionale që ujorët kanë pasur, ju është dukur sikur nuk ju përfshin mjaftueshëm, keni pasur disa situata me familjen ose me shoqërinë kur nuk ju kanë ftuar në festa, apo nuk ju kanë dhënë atë rëndësinë që ju do donit që t'ju jepnin në momente të ndryshme. Por tani thoni, e di çfarë, është më mirë që s'më kanë ftuar, më mirë që nuk shkova, më mirë që nuk u bë kjo gjë, sepse do kishin arsye më shumë për fjalë, për t'ju dhënë, do më kishin gjykuar më shumë, do më kishin kritikuar më shumë, do kishin bërë më shumë thashëtheme, më mirë që jam në botën time, në gjërat e mia, në gjërat që janë të rëndësishme për ty, pa përfshirë persona të tjerë. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë kuptoni që rrethi juaj bëhet më i vogël i personave që janë të besuar dhe personave që doni të keni afër jush. E keni kuptuar që gjithçka që ti do të arrish e arrin vetë me forcën tënde, me zotësinë tënde, po ky do jetë një muaj pak me ngarkesë, muaj korik, një muaj ku sidomos në javën e tretë shikoj që situata
për sa i përket punës, mund të jetë pak e ngadaltë sidomos për ujorët që kanë bizneset të tyre private, për ujorët që punojnë me klient, mund të ndodhë kjo për shkak të verës, mund të jetë një ulje e punës sezonale, diçka e përkohshme. Për të tjerë puna vetë mund të mos jetë e qëndrueshme, mund të shikoni në javën e tretë që është një situatë ku ti nuk ke siguri në punë, nuk ke siguri që kjo e njëjta punë do të vazhdojë do të vazhdojë në 10 vitet, 15 vitet e ardhshme. Për ju ujor, duke qenë se keni atë aftësinë e të parit në të ardhmen. Ujorët e kanë këtë, të gjithë ujorët, meshkujt edhe femrat, e kanë këtë si dhunti, si dhuratë. Ti e ndjen me instinkt që diçka po ndodh, që diçka po vjen. Dhe kur e ke një ndjesi të tillë, është shumë e rëndësishme që ta dëgjosh atë ndjesi edhe të marrësh masa. Mos presësh derisa të gjendesh në një situatë me shpatullën mbas murit. Dhe po ju jap një shembull. Mund të jeni në një industri, mund të jeni në një punë të caktuar, në një profesion që mund të ndodhë diçka ndryshon. Sot e bën ti këtë punë, në 5 vitet e ardhshme mund të jetë një pozicion pune që mund të zëvendësohet nga AI, mund të zëvendësohet nga kompjuterat, mund të reduktohet, pra nga robot, mund të reduktohet personeli. Nëse ti e ke një frikë të tillë, e ke një ndjesi të tillë, e ke si parandjenjë, fillo kërko për punë tjetër, kërko mundësi të tjera, mendo çfarë mund të bësh përveç kësaj pune që ke, në mënyrë që nëse ndodh kjo situatë të jesh përgatitur. Ju thash dëgjojeni intuitën se ju e keni para se të ndodh diçka ti gjithmonë e ndjen, e di që po vjen një ndryshim. Prandaj jepi rëndësi dhe mesazho nga letrat keni një mungesë qëndrueshmërie në punë. Nuk është punë stabil, nuk është punë e sigurt, nuk është punë që ja vlen në afatgjatë. Për këtë arsye filloni kërkoni, shikoni opsione të tjera. Mos i mbani të gjitha, mos prisni derisa të ndodh një problem, paraprini gjërave. Kjo është këshilla më e mirë që mund të jap, sidomos sepse me datë kemi dhe një hënë të re në gafore me datë 14. Dhe kjo hënë e re në gafore ndodh në të njëjtën kohë kur është edhe Mërkuri i kthyer dhe ajo lidhet pikërisht me intuitën, lidhet pikërisht me atë ndjesinë, sepse energjia e gaforës ka të bëjë me popullin, ka të bëjë me njerëzimin, ka të bëjë me ti e ndjen se çfarë do të vi për të gjithë njerëzit, çfarë valet revolucionare, valë transformimi po vjen në botë, jo vetëm për ty, por në botë, është një valë ndryshimi që po vjen që ti e ndjen paraprakisht, prandaj merri masat e duhura. Ju a them këtë sepse në fund të muajit korrik, pikërisht me datë 29, kemi hënën e plot në shenjën tuaj, në ujor. Hënën e plot në ujor, hëna lidhet sigurisht me ngarkesën emocionale, me gjëra që janë në subkonsciencën tënde, me parandjenjat e tua, pra ato ndjesi që ti ke parë me datë 14 në javën e dytë, në javën e tretë, do dalë diçka, do ndodh një situatë, një rrethan, diçka do bëhet pikërisht me datë 29 ose rreth datës 29 që ti si ujor do ta vërtetosh, do thuash ja, kisha të drejtë, doli fjala ime, ajo që mendova unë, ajo pikërisht ajo gjë do të realizohet. Java e fundit do t'ju gjej mirë në familje, shumë nga ju keni familje stabil, keni familje të shëndosha, familje që mendoni se çdo antar ndihmon personin tjetër, ata ujor që janë në një raport në çift, shikoj që fokusi është kryesisht tek mbajtja e familjes së shëndetshme, tek ndërtimi i një baze të mirë për fëmijët, për edukimin e tyre, për kujdesin e tyre, ndoshta ajo pjesa e dashurisë, së romancës nuk është aq e fortë
sa që mund të ketë qenë vite më përpara. Ju nuk mendoni thjesht për ndjenjat tuaja, për emocionet tuaja, por mendoni për të mirën e përgjithshme. Pra mendoni për edukimin e fëmijëve, mendoni për pasurinë që po ndërtohet nga të gjithë së bashku, po investoni tek njëri tjetri, tek familja në përgjithësi, po mendoni për këtë stabilitet, për këtë siguri që ju keni në familjen tuaj. Dhe nga orakulli, mesazhi për ju ujor, sidomos në korrik, sepse keni dhe hënën e plot në shenjën tuaj, mesazhi thot cleansing, keni nevojë për një pastrim të energjisë. Dhe ja simbolika e binjakëve, ju thash në fillim të muajit, ato dy planete, Marsi me Uranin në binjak, fjalët, tashethemet, njerëzit, energjia e limonit lidhet pikërisht me këtë gjë, me pastrimin. Prandaj, ajo çfarë mund t'ju rekomandoj është kjo. E para, bëni një pastrim total të shtëpisë, sidomos nëse keni shumë hyrje dalje gjatë muajit korrik. Njerëz, vizita, persona, bëni një pastrim komplet shtëpisë, normal. Pastaj bëni edhe një pastrim spiritual, duke djegur sherebel, me tymin e sherebelës, duke kaluar në ambientin e shtëpisë, sigurisht të gjitha dyert dritare lëreni hapur që të qarkullojë ajri komplet. Dhe gjatë momentit që bëni pastrimin me sherebel, mundet edhe të thoni të bëni një lutje për të mirën e shtëpisë, që duat çdo energji negative të largohet, të dalë nga shtëpia, gjithçka që ne na e bllokon mbarsinë, begatinë e kësaj shtëpie, lumturinë, që ne të kemi vetëm shëndet në familje, që ne të kemi vetëm të mira në familje, që ne të kemi vetëm paqe, dashuri në familje. Si ta ndjesh? E rëndësishme është që të thuash diçka në momentin që e djeg sherebelën dhe tymi kalon në ambiente të ndryshme, në dhoma të ndryshme, të thuash diçka që ti e ndjen si një lloj rituali për ta pastruar dhe për ta bekuar ambientin e shtëpisë tënde. Dhe të njëjtën gjë duhet të bësh më pas edhe për veten tënde, sigurisht bën një pastrim normal, një dush ose një banjo normale, dhe më pas bën atë që konsiderohet si banjo shpirtërore ose banjo spirituale për të pastruar energjinë. Me datë 29 duhet ta bëni këtë gjë për veten tuaj si ujor. Për ambientin e shtëpisë mund ta bësh edhe një ditë para, një ditë pas datës 29, po për vete është mirë në darkë me datë 29. Un kam në YouTube 2 video që e shpjegoj se si mund ta realizosh banjon shpirtërore në kushtet e shtëpisë, me produkte shumë të thjeshta që çdo person i ka në shtëpi. Kërkoni Golden Truth Tarot, banjo shpirtërore, i gjeni videot në YouTube, shikojeni se si ta realizoni në kushtet e shtëpisë, por duke qenë se është hëna e plot, kjo është koha më e mirë e vitit për të pastruar veten tënde, se ke shumë njerëz, ke shumë fjalë, ke shumë tashetheme, ke shumë paragjykime, ke shumë energji rreth te ujor, ke nevojë për një restart, le të them, një pastrim total të kësaj, nga njerëzit, nga fjalët, në ambientin e shtëpisë, rreth teje, në gjithçka. Dhe më pas, nëse ke dhe ujor të tjerë në familje, pra nëse njëri nga fëmijët është ujor, ose partneri ose partnera, njëri nga prindrit, mund ta realizosh edhe për ta, nëse duan. Nëse nuk duan, jo, sigurisht gjithçka që lidhet me botën spirituale duhet të jetë diçka që personi e ndjen. Nëse nuk e ndjen, mos detyro askënd të bëj asgjë. Unë ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbar. Nëse ju pëlqeu ky lexim, lutem më jepni një like, një koment. Mos harroni të abononi, të bëni subscribe që mos humbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga linku i website-it tim në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.